12 vjet nuk i thon shakat. Një burr të smur të verbër, totalisht me gangrenë. Grua kam qenë nuk di çfarë të them. Kryeja vetë dyert e shtëpisë, gjithçka vetë. Ngrihen tani vajzat e kunatit, dhe thonë shtëpia e gjyshit. Po, aty kemi jetuar, aty kam vetë fëmijë, aty kam rritur me hallë me mundime. Çfarë kërkojnë me? Është shtëpia e gjyshit, me gjyshi. Aty kanë rritur vajzat e mia, që su gëzuar me baba. Vajza ime e dyta ishte ka qenë 3 vjeçe kur ju verbua babi. Dhe vajti 15 vjeçe, nuk e pa babaj njërë, thoshte bu mo zot ta shikoj një vajzën e dytë. Llapet i shkonjin vajzës. Llapet i shkonjin vajzës. E gjithmonë, jo po të shkoj gjaku deri në gjurmë, për çfarë do shkoj? Për çfarë do shkoj? Për ato ka shtëpinë e tyre, çfarë duan aty? Vajtën vajzat në Shqipëri, kishin ndruar bravat.